Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrin në studion ton çdo mëngjes. Gazeta Panorama çelet me titullin Zbardhet raporti, borxhe jashtë bankave, si po rikthehen fajdet. Raporti Bankës Shqipërisë për 2017 ulet kërkesa për kredi nga bizneset dhe individët si pasojë e burimeve alternative të financimit. Ish ministri Ametaj aksident në Maqedoni, në spital jashtë rrezikut. Makina Ametaj të përplas me autobusin, 14 të lënduar. Patozi, asgjë nuk do t'jetë si më parë. Kritikat, Basha, demokrati nuk pyet kur më vjen radha për deputet. Grupimi organizatave jo fitimprurse, deklarat solidariteti me demokracinë në Turqi. Në Vlorë, po i mësonte makinën të dashurës, vdes në aksident biznesmeni. Historia, Shefqet Bushati, beu që e ktheu shtëpinë në bazë partizanësh. Shkruan Halil Rama në faqet e gazetës Panorama. Në rubrikën opinion nga profesor doktor Arben Malaj vjen artikulli Zona ekonomike rajonale, shin apo stacion pritjeje. Nga Frano Kulli, skuadra e shënimeve dhe skuadra e pushkatimeve. Nga Agustin Palokaj, shansi i Edi Ramës. Luana Vjolca rrëfen SMS-t me fansin, më ndiqte në çdo hap dhe më niste foto prej perversi. Dëshmia e plotë e moderatores për prëndjekjen nga Besmir Lila, goditi me grusht të dashurin Krenar Çoçaj, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta shqiptare të përndjekurit, lista e dytë me 1000 përfituesit. Ministria e Financave, dokumentet që duhet të plotësojnë trashëgimtarët. Personat të cilët nuk dëm shpërblehen për shkak të mosplotësimit dokumenteve, gëzojnë të drejtën për të marrë këstin e kësaj pagese në fazën tjetër, brenda 3 vitesh. Rrëfehen 3 djemt që u kapën në Kavaj me 1.3 ton kanabis. Çfarë na ndodhi? Sasia do trafikohej me skaf drejt Italisë. Prokuroria, në trafiku përfshin dhe 2 persona të tjerë. Detajet e ngjarjes. Aksidentohet në Maqedoni ish ministri, Arben Ametaj jashtë rrezikut. Foto nga ngjarja. Banka e Shqipërisë, biznesi po merr borxh jashtë bankave. Rezultatet e vrojtimit të aktivitetit kreditues. Individët janë lehtësuar, 3 mujor i ardhshëm i pandryshuar. Raporti Bankës së Shqipërisë, kërkesë ulët për kredi, financim nga burime të tjera. Nga Shaban Morati botohet opinioni ditës me titull Aleanca Greqi-Serbi-Bullgari jashtë kohe. Nga Monika Shoshori Stafa, Ballkani, mes Europës apo Rusisë. Intervista, operacioni monitorimit ndërkombëtar, Kalavera, vettingu nis në shtator, askush nuk i shpëton dot. Dosje, pjesa e dytë, Ciko dhe Miltovako hoqën nga puna sekretarin e partisë Agjita Fajin. Era në lidhje të re, Anjeza Branka, ja cili është ai, jam e rrethuar me dashuri. Deklarata, shoqëria civile, dënojmë tentativën e grushtit të shtetit të fetos në Turqi, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Shekulli, kompensimi, pronat, afatet e reja për 2600 dosjet. Agjencia jep ultimatumin për dorëzimin e dokumenteve nga ish pronarët. Gabimet në dokumente mund të shkaktojnë subjekteve kompensim në vlerë minimale. Qato, ftojmë të gjithë subjekte të paraqiten, ndryshe kanë penalitete. Si veprohet me 23.000 dosjet. Raporti, Sekretariati i Energjisë, do të ndëshkojmë Shqipërinë. Intervista, partnerët e huaj të ndihmojnë Shqipërinë për zgjedhje të lira. Kokëdhima, zgjidhja nuk do të hyjë në zgjedhje si parti e re, por si alternativa më e mirë qeverisëse për këto 10 vitet që vijnë. Aksidente, 3 të vdekur, plagoset dhe ish ministri. Bilans tragjik në Shqipëri, brenda 24 orëve plagosen edhe 11 persona. Makina Arben Ametajt përplaset në me një autobus në Maqedoni. Vlorë, vdekja misterioze e biznesmenit. Familja e kanë vrarë. Bujësia, Ad Bunac, fshati që po merr jetë nga luleshtrydhet. Historia shqiptari që la emigracionin në Greqi dhe investoi në vendlindje. Shteti nuk më dha subvencion nga mosha. Gara në Partinë Demokratike. Selami akuza për fshehje listash të votuesve demokrat.
Vijon fushata e 2 kandidatëve për kreun e Partisë Demokratike. Sot bë dorëzimi antarëve që do të ndjekin procesin e 22 korrikut. Këngëtarja Dua Lipa mahnitse në premierën e Dunkirk të Londrës janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo intervista Ruiz Calavera, vetingu nis në shtator. Shefja operacionit ndërkombëtar të monitorimit për reformën në drejtësi shprehet se para se afati të skadonte, disa gjykatës, prokurorë dhe këshilltar ligjor zgjodhen të japin dorëheqjen. Në një farë mënyre kjo do të thosë se vetingu tani ka filluar të sjellë rezultate para fillimit të tij të pritshëm. Gara në Partinë Demokratike, Basha, Republika e Re brenda partisë, Selami publikon listat. Kryetari ngriri i Partisë Demokratike ju kthye diet termit Republika e Re, kësaj here brenda partisë, ndërsa nënvizoi se zgjedhjet e 25 qershorit nuk ishin të lira dhe të ndershme. Patozi, asgjë nuk do të jetë si më parë, lulëzim. Pushime tragjike, shoqata e turizmit, faji i pushtetit vendor. Aksidentohet në Maqedoni ish ministri Arben Ahmetaj. Replika e publicistit Mustafa Nano, Skënderbeu ishte shqiptar me nën serbe, çka këtu për të turbuar. Hetimi, 1.3 ton drog në Kavaj, prokuroria zbardh rolin e 5 trafikantëve. Ngërsh është cikli i karikaturave nga Bujar Kapexhiu. Me kuçe me maç është dicitura e karikaturës së radhës. Editoriali ditës është shkruar nga Ervis Iliazaj, titullohet Lideri ka rëndësi, partia është vetëm një pengesë. Nga Teuta Nuna i komenti pro dhe kundër zonës ekonomike në Ballkan. Nga Josif Papagjoni kritika Shekspiri grek dhe aktorët tanë kinse dramatik. Në brëndësit gazetës Mapo, sot është suplementi Mapo Universitet. Libri i shkruton Universiteti Europian i Tiranës hap seksionin e filozofisë analitike. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Telegraf kthehen fajdet, parat informale përdoren për financim. Banka e Shqipërisë lëshon alarmin se bizneset dhe individët kanë ulur kërkesën për kredi. Zbulohet raporti, po shfrytëzohen burime alternative jashtë bankave. Si u ndikua kursi euros nga qarkullimi i tepërt i monedhës evropiane. E vërteta e varkës së byros politike. Rëfen Thomasimaku, peshkatar i njohur nga Pogradeci. Orët në liqen me Adil Çarçanin, Beqir Ballukun, Kadria Zbiun dhe Korani Sajin. Korani që gjuhej për Enver Hoxhën në nënvëzhgimin e shoqëruesve të udhëheqësit komunist. Një opinion nga Artur Sulçe bën titullin Pse duhet menduar seriozisht për specialistët. Nga Rajna Kovaçi, përgjegjësitë dhe rolet e gruas. Debati Tomor Alizoti, gara në Partinë Demokratike është jo e ndershme, jep se refuzova ftesën e Bashës për në parti. Forumin në Telegraf, opinionistët, nismat e Ramës, lëvizje populiste. Flasin Mentor Kikia, Alfred Lela dhe Ilir Kulla. Ish ministri financave Arben Ahmetaj përplaset me një autobus në Maqedoni. Fotot e frikshme të aksidentit. Bilanci dhe objektivat, Miriam Ndroqi, Ora News, një sezon i suksesshëm televiziv për gjatë një viti të ngarkuar. Ekonomi dhe sociale, problemi pas zgjidhur i furnizimit me ujë për mijëra familje. Të vetë punësuarit, sot afati fundit për deklarim në tatime. Kampionati mbar kombëtar i notit, Alessia Neziri, fitova bursën rinore, synimet për në Evropian. Arjan Fetishaj, garat në Durrës treguan drejtimin profesional. Mozaik dhe aktualitet, Suzana Shkreli, shumë shpresë dhe energji në Kosovë. Klement Tinaj në garë për guvernator të Kalifornisë. Aleksandr Sokurov, regjizori rus në Shqipëri, film me skenar të shkrimtarit Ismail Kadare. Mjekësi, udhëzues për sëmundjet seksualisht të transmetueshme, këshillat për dhembjen e stomakut, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita në faqen e parë titujt Shqiptarët kanë pritur gjatë, intervist. Flet Genoveva Ruiz Calavera, zyrtarja spanjolle që do drejtojë vetingun në Shqipëri. A ka më rreziqe që mund të pengojnë vetingun? A do të përfshi vetingu ata gjykatës dhe prokurorë që dhanë dorëheqjen? Ç'do të ndodhë me ata që refuzojnë të deklarojnë pasuritë e tyre? Kur priten rezultatet e para të reformës në drejtësi? A është situata brenda Bashkimit Evropian në favor të kësaj që po ndodh në Shqipëri?
Përplasja, analiza për zgjedhjet, pse drama e Partisë Demokratike ka emrin e Sali Berishës. Ligji i ri, sinjalizuesit, nga sot bizneset duhet kenë spionin e tyre të punësuar. Vargjet e ditës nga Arben Duka, lëvizja patozi në të vërtet po favorizon Lulin. Një analizë nga Mojkom Zeqo mban titullin Mjeda, Gjergj Washingtoni dhe liria e madhe e shqiptarëve. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt Paralajmërimi, asgjë nuk do të jetë më si më parë lulëzim. Ky titull shoqërohet me fotografinë e Astrid Patozit. Myslim Murizi flet mbi drekën me kryetarët e degëve dhe mbi zhvillimet e fundit në Partinë Demokratike. Lëvizja e re vjen vërdall si p.n përbrek. Berisha, Ceka, Hajdari. Hera e parë dhe e fundit që në Partinë Demokratike pati garë reale për kryetarin. Rama urdhër ministrave, pushimet t'i bënin në Shqipëri. Vajza e Linda Ramës tregon marrëdhënien që ka me Edin dhe Zahon. Nga Andi Bushati botohet artikulli Drama e Partisë Demokratike ka emrin e Berishës. Ka Spartak Ngjela, Saliziu nuk di ku ka kokën, këta duan të ngatërojnë dhe më keq. Nga Ferdinand Tagalliu, Basha, një makinë e James Wattit. Dosje, Simon Stefani, të largoni nga teatri, Robert Ndrenikën, Anagnostin dhe Shytin. Antena brenda familjes, Kunati sqaron sherrin e Murizit me gazetarët kundër Lulit. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta 55, Rama kthen arrestimet në emër të popullit. Regjimi i tepsis nuk ndalet vetëm me fletrofet dhe linçimet publike të kundërshtarëve të kryeministrit. Regjimi i spionëve dhe i ndëshkuesve në emër të popullit, prej shtatorit do të ketë platformë ligjore dhe mbështetje parlamentare. Turizmi shtetëror i Edvinit nuk preket nga viktimat e Adriatikut dhe Jonit. Skandal. Në Durrës policia ndalon autobusët me pushues nga Kosova që të hynë në rrugën Pavarësia. Basha. Do bëjmë realitet qeverinë e qytetarëve. Do zhdukim se sistemin e korruptuar. Fushata në Partinë Demokratike. Selami. Basha mendon vetëm për karrierën. Bashk rikthehemi më fuqishëm se kurrë. Zgjedhjet në Partinë Demokratike, komisioni, listat jo publike, antarësia e dhënë personale. Grushtin e shtetit Erdogani e kremton me kërcënime për rikthimin e dënimit me vdekje. Nga Mehmet Elezi botohet artikulli në gjuhën tonë të bukur shqip, e linçoi Forum. Isa Mustafa tregon si Kosova bllokoi nismën Vučić-Rama për unionin doganor. Konfindustria jep alarmin. Tregu i përbashkët ballkanik favorizon Serbin dhe jo Shqipërinë. Një dosje nga Kastriot Dervishi na çon në vitin 1977. Plumba dhe balt mbi poezinë. 40 vjet nga ekzekutimi i poetëve Genc Leka dhe Vilson Bloshmi. Në brëndësit gazetës 55 sot është suplementi Letrat. 2 yje të ndritur mbi shkumbin, Genci dhe Vilsoni. Është një artikull nga Agim Dëshnica. Ka e ndrit Hoxhaj, etika e veshjes, tabu apo degenerim, janë titujt e faqes së parë të gazetës 55. Gazeta Standard, Lezhë, një i vdekur, 6 të plagosur. Në Kumanov përplaset autobusi me 2 makina, plagosen 14 vet, mes tyre ish ministri Ahmetaj. Aksidentet vazhdojnë të marrin jetë. Në Levën Tepelen automjeti del nga rruga, humb jetën nëna e drejtuesit të mjetit. Kthehet përmbys makina në Shëngjin, plagosen 3 të rinj. Familjarët kanë dyshime, vdekja e mistershme biznesmenit në Vlorë. Dëshmia e femrës që po udhtonte me Bukurosh Malajn, nxori kokën nga dritarja, u përplas nga kamioni. Betimi i Metës si president, Monika Kryemadhi, nuk do të jem zonjë parë, por kryetare Lëvizjes Socialiste për Integrim. Prioritet betejë opozitare. Festivali Internacionale së Rinisë Socialiste, Zhani, performanca e Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe Lëvizjes Rinore për Integrim, provë se e majta shqiptare është lojtare Lëvizjes Globale Socialiste. Selami, listat të jenë publike. Basha, nuk ishte zgjedhje të lira me 25 qershor. Ekonomia dhe arka e shtetit në kolaps. Drejtori i Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit Kalavera, në shtator nis vettingu. Operacioni ndërkombëtar i monitorimit vetëm monitoron, rivlerësimi bëhet nga institucionet vendase. Samiti Triestes, Konfindustria, Buxhuku,
Serbia më e favorshme në tregun e përbashkët të Ballkanit. Në Kavaj zbardhen detajet e reja nga operacioni drogës, nisi për zbulimin e makinave të vjedhura. Fati call centrave, tregu shqiptar i shpëton ligjit italian, nis puna top sekret, flasin punonjësit. Në brëndësit Gazetës Standard sot është suplementi Mistere. Misteri kishës së Laçit, çfarë u ndodhi 32 ushtarëve. Misterioz si trekëndshi i Bermundës, vendet që nuk i keni ditur, janë titujt e faqes së parë të Gazetës Standard. Gazeta Integrimi nis festivali Jusit në Jal. IUSY është Internacionali i Rinisë Socialiste. Ilir Meta, vetëm të rinjt mund të jenë protagonistë të ndryshimeve. Ju kërkoj të gjithëve të forconi Internacionalen e Rinisë Socialiste, të forconi bashkëpunimin midis të rinjve kudo, sepse vetëm kështu edhe Shqipëria, edhe Evropa, edhe bota do të kenë ndryshime më pozitive për të rinjt. Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi. Internacionali i Rinisë Socialiste dhe Lëvizja Rinore për Integrim në Jal, manifestim solidariteti dhe bashkëpunimi me të rinjt nga e gjithë bota. Zëvendës presidentja internacionale së Rinisë Socialiste Kejdi Mehmetej. Lëvizja Rinore për Integrim është krenare që ju mirëpret në Jal, të shfaqim vlerat tona sociale gjatë këtij festivali. Presidenti Internacionale së Rinisë Socialiste, Howard Lee, vetëm së bashku të rinjë zgjidhjet e problemeve. Presidente e PES Women, Zita Gurmaj, ne kemi nevojë për Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Koordinatori i Aleancës Progresiste Konstantin Vojnov, 110 vjet Internacionale e Rinisë Socialiste, më shumë liri, drejtësi dhe solidaritet. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim Endrit Brahimllari, forcimi i marrëdhënieve me forumet rinore socialiste në botë, janë titujt e faqes së parë të Gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport, Skënderbeu 50.000 euro premio, Shkëmbi, do kapin grupet. Presidenti konfirmon shpërblimin në rast kualifikimin ndaj Kajrat Almatit. Fletish kapiteni legjendar, pres të përsëritet suksesi historik. Mazrekaj tërbon Partizanin, rrezikon karrierën në Calceto. Me sfushori nuk heq dorë nga zakoni vjetër gjatë pushimeve, edhe pse vjen pas një operacioni të vështirë në Kavilje. Speciale, Panajot Pano, histori e rrallë me fanellat e Tiranës dhe Dinamos. Tirana, Hoxhallari, Sirena Greke, Karabeci drejt rinovimit. Flamurtari, ish kapiteni Begaj, kritika Duros, ke gabuar me vlonjatët. Kuksi peshkon 2 talente nigerian. Vjen një sulmues krau dhe një mesfushor shkatrues parandeshjes me sherifin. Trajneri i ri Kuqezi, Panucci parakalon Dekanion për Stolin. Prezantimi në Kin, presidenti Li, Milani im do të pushtoj Europën. Mercato, çështja Bonucci, hakmarrja Juves quhet Locatelli. Tronditet Reali, Ronaldo humb Superkupën ndaj Manchester United. Bayern Munich, rebeli Ribéry, 10 vite plot magji dhe kapriço. Skandalit e basketbolli, Hysén Agolli, ndihemi si të huaj në shtëpi, janë titujt e faqes së parë të Gazetës Panorama Sport.